Unë doja që të rrinim pak të ato që ka ndodhur, jo vetëm ato që mund të ndodhin dhe që janë të mirëpritura nëse ndodhin realisht këto skenare. Por, çfarë ne dëgjuam dhe është ai mesazhi i presidentit Trump drejtuar presidentes Osmani që na gëzoi të gjithëve dhe unë dua që na përcjellësh pak dhe se si u pa në Prishtinë. Nëse keni ndonjë problem me Serbinë, më telefononi mua. Si u pa kjo? Ishte një garanci, le të themi, e hapur, botërore, nuk e di si ta quaj. Ne dim e qasjen jo konvencionale të zotit Trump në gjithë atë çka ka qenë në mandatin e kaluar. Nuk është fort i teorive presidenti Trump, është një person duke qenë se vjen nga bota biznesore, është një person shumë pragmatik, praktik dhe rrjedhimisht duke pas kablogramet e tij, duke pas të dhënat e tij se ne vazhdimisht shtyhemi deri në konflikt me Serbinë, me deklarata, me arrestime, me zhvillimet në veri, me deklaratat e pjesës së Serbisë dhe me kundërpërgjigjen tonë, dhe të gjitha këto sigurisht që në një mënyrë ose një tjetër i interpretuar në presidentin Trump dhe ajo është informuar që ajo çka kishte provuar me presidentin, me ish presidentin Thaçi të bënte në vitin 2020, ka aty ka mbet, nuk është shtyrë më atutje dhe rrjedhimisht ky konflikt, themi, në syt dhe në vesh dhe në memorien e zotit Trump vazhdon të jetë prezent dhe duke dashur me qenë shumë konciz në mesazhin e tij se nuk toleroj që të ketë ekscese ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Unë supozoj dhe analizoj që ka qenë ajo deklaratë shumë direkte duke ju drejtuar presidentes Osmani që nëse do të keni ndonjëherë problem me Serbinë, atë mjafton një telefonat të më bëhet dhe unë do të merrem me këtë çështje. Kjo është zotën mesazh i drejt për drejt edhe për pjesën ruse, ndikimit e saj që provon vazhdimisht të destabilizojë Ballkanin nëpërmjet Serbisë dhe rrjedhimisht një mesazh direkt për Vučićin i cili vazhdon të jetë një lider me mentalitet politik të kohës së Miloševićit që nuk provon që të ulet bëj paqe të qëndrueshme me Kosovën, por vazhdon ta kërcënojë Kosovën, vazhdon të nxjerrë probleme e Kosovës, vazhdon të arrestoj qytetarët e saj, edhe kështu e bën jo stabile rajonin e Ballkanit Perëndimor dhe kështu i mund të shkaktojë probleme të lashë edhe NATO-s, edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, edhe Bashkimit Evropian në këtë pjesë të botës. Dhe rrjedhimisht kjo është, unë supozoj që kjo është deklaratë direkte që duhet të shkojë edhe besoj që ka rri në veshet e armiqve të Kosovës, por rrjedhimisht edhe për neve është një mesazh që nuk duhet keni. Po nëse do të keni, ju s'keni çka më marrë me Serbinë, rrjedhimisht as me Rusinë, po mjafton që t'i bëhet një telefonat atij si presidenti shqiptarëve, rrjedhimisht dikujt nga safi afër, se unë supozoj që nuk është duke na pritur me telefon duar. E kuptoj. Kjo mbështetje ama që mori për Kosovën, mbështetje për Kosovën që mori zonja Osmani në Washington, a mendon se e ndihmon atë Osmanin, pra Vjosën, dhe përpjekjen e saj, mua më duket sikur nuk është e hapur dëshira për një tjetër mandat në krye të presidencës së Republikës së Kosovës nga zonja Osmani. A ndihmon në këtë sens ky zhvillim në Washington, zonja Osmani? Apo janë numrat në sallën e parlamentit nga ku do duhet dalë presidenti apo presidenti e ardhshme që komandojnë në një farë mënyre? Mirë thatë. Po të ishte që presidentat e zgjidhej direkt nga vota e popullit, unë besoj që ka marrë një suport jashtëzakonshëm